Përmendet rasti i Omerit radhiyallahu anhu, i cili natën delte për me i kontrollu edhe për me i dëgju ankesat e njerëzve. Sepse nata është më shumë e probleme, i uritëri s'mundet me flajt, ai që s'ka siguri, që ka frikë s'mundet me flajt. Edhe zakonisht problemet shfaqen natën. E Omeri radhiyallahu anhu i kontrollon. Edhe një natë po i afrohet një shtëpi e cila e ka dritën dhësur. Edhe natën nuk dhëset drita pa e pas ndonjë punë ose ndonjë siklet. Edhe atë e sheh një vajzë të re me një plak që po i përgatisin qumshtin për me e shit për nesër. Tash nuk i mjafton qumshti për me i mush gjitha ato shishe që kanë pas, e i thot plaka shtej pa kuj qumshtit edhe i mush gjitha isha. Kjo vajza i gjyshe, Omeri, që ka qenë udhëhesi muslimanëve, Omeri ka ndalu me i mashtru muslimanët kështu, me ja ushit ujin për qumsht. E ja plaka nga për kujdesia si duket, thot, po s'na sheh Omeri tash. Omeri është dritarja duke i dëgju. Thot vajza e re thot i gjyshe, nëse nuk na sheh Omeri, Zoti Omerit na sheh. Nëse nuk na sheh Omeri, Zoti Omerit na sheh. Domthon ç'kjo është ajo? Kontrolli që besimtari ja bën pasurisë vet. E ai i cili ka që si kontrolli ndaj pasurisë vet, qysh paramendohet që ky me shkel pastaj hakun e tjetrit. Qysh paramendohet që ky me arrit me marr pasurinë e tjetrit në mënyrë të pandershme. S'ka mundsi. E Islami ose sistemi ekonomik islam e edukon besimtarin që me pas edhe qëtë kontroll ndaj pasurisë.